Bëj një thirrje të dy palëve për të qetësuar gjakrat për të mirën e vendit, kombit, për të ardhmen e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Është e vërtet, domethënë që të ndiqni. Si ti mund të jesh ai që mund të jesh ai ndërmjet si që ti pajtosh palët. Është vërtet tani që unë jam. Si ke miq këto dy anë. Unë kam lidhur në shtator dhe jam peshorja domethënë në horoskope dhe shpresoj që të dyja palët të gjejnë gjuhën e përbashkët që në të ardhmen këta incidente të mos përsëriten më dhe të jepet fund domethënë pyetjeve provokuese apo përgjigjeve jo të duara nga të dyja palët domethënë, po siç e dini edhe kryeministri Rama pati një kështu që legjende, do shifna pastaj që të bëjmë atë ekspozitën, se jo po pret. Ti po jo vetëm këtë. Ti po bën reportazh, po nuk të bëri përshtypje që kryeministri që i thoni ju. Jo, Jo. Okej, ika.